Një aksident I let mes dy automjetesh ka degeneruar në një përleshje të dhunshme në lagjen 13 plazh Durrës. Ngjarja e pazakont ka ndodhur kur një automjet tip Audi me targa gjermane, në të cilën udhëtonte një familje shqiptare emigrante, u përplas lehtë me një Volkswagen me targa shqiptare. Pas aksidentit tensionet u përshkallëzuan në konflikt fizik mes drejtuesve të mjeteve. Situata u bë dhe më kaotike, kur një grup të rinj që ndodheshin aty pranë ndërhyn dhe sulmuan shoferin e Audit. Për pasojë, ai ka pësuar dëmtime serioze, duke përfunduar me thyerje të undës dhe çarje në vesh. I lënduari është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë drejtuesi I Volkswagenit është larguar nga vendi I ngjarjes dhe aktualisht është I paidentifikuar. Forcat të shumta policie kanë mbërritur në vend ngjarje dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e përplasjes dhe konfliktit që pasoi. Uniformat blu po mbledhin dëshmi nga personat e pranishëm dhe kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë nga bizneset përreth për të identifikuar autorët e dhunës, ndërsa hetimet vijojnë. Policia po punon për kapjen e personave të përfshirë dhe për zbardhjen e plotë të ngjarjes që ka tronditur zonën e plazhit në Durrës.